What the fuck? Ilir Shaqiri bëhet pjesë e Ferma VIP. Një emër goxha i madh dhe unë në fakt nuk e prisja se ç'a do ai aty. Ndërsa unë ruaj rezervat e mia se domethënë njeriu kur e arrin një herë kulmin në reality show, ke fituar, i ke marr lekët, i ke marr suksesin, çfarë do përsëri në një reality show apo paguajnë aq mirë këta të Fermës? Për të rekrutuar yje. Por ju mos harroni të bëni subscribe këtu më poshtë në Andale për të mos humbur asnjë nga programet tona. Dhe ndërkohë, mua më kujtua dhe mundes lampa, Iliri me kë ka pas marrëdhënie shumë të afërta te Bigu, një zëri. Sabiani. Kanë qenë kështu. Kështu kanë qenë. Çmimi i madh për Sabianin ishte Iliri. Po, edhe mund të jenë ndar, nuk e dim këtë gjë, prandaj Është përfolur që ndarja e shekullit është mes tyre. E vërtet, prandaj unë kam vendosur që të telefonoj Sabianin për ta pyetur çfarë mendon ai rreth hyrjes së Ilirit te Ferma VIP. Alo, Sabian, si e? Kush je? Unë jam Artemisa dhe të telefonoj nga Andale. Unë jam në Itali, më tra. Jo, nuk ka problem, thjesht unë të kam marrë, sepse ne po bënim një bisedë të shkurtër në studio rreth hyrjes së Ilirit te Ferma VIP, edhe thash po të pyesim një herë Sabianin, se keni qenë mi shumë të ngushtë, si të duket hyrja e Ilirit në fermë. Seriozisht se kam ndjekur se bilet në avion janë tani në këtë momente. Nuk e ke ndjekur, domethënë, fare. Zgjedhja ti është jeti. Sabian, si janë raportet mes teje dhe Ilirit? A keni marrë të miqësinë e ngushtë se duket se ka një ftohje në ajër? Realisht ftofje nuk ka, po thjesht nuk kemi ndonjë kontakt afërt. Jeni distancuar, domethënë. Që të kush punë vetë, po takojmë shumë rrallë. Sabian, po ti do e konsideroje Fermën VIP për të marrë pjesë? Realisht nuk kam të oportun, për shumë zot. E vërtet, ke shumë të drejtë. Faleminderit Sabian, të urojmë rrugë të mbarë dhe ndjes për shqetësimin. Përshëndes të gjithë. Pafshim. Shumë i mirë Sabiani, ndërkohë që jemi ende te Ferma, unë dua të ndalem në një krahasim që disa persona e kanë bërë në rrjet dhe ne normal që çfarë thoni ju e themi ne për t'ju përfaqësuar më të njëjtë. Jemi zëri popull. Angjason Moza Ahmeti me Luizin si lojtar? Ja. Në fakt një zëri Kostian 1 2 3. Ja. Në fakt kështu thonë edhe ndjekësit tanë në Instagram që janë pyetur, 72% thonë jo dhe 28% thonë po. Nuk e di, tani i vetmi krahasim që mund të bëhet, mund të jetë thjesht në nivelet e suksesit që kanë këta dy personazhe, por janë dy drejtime të ndryshme, njëri me humor, me batuta, tjetri kishte lojën të fortë. Atëherë unë duja them unë tani se unë kam dhënë 5 ngjashmëritë e Luizit me Moza Ahmetin. Ngjashmëria e parë, të dy kur kanë hyrë, përveç asaj, kur kanë hyrë në reality show kanë qenë personazhe me një karrierë jo aktive për momentin. Pra dhe Luizi kishte pas sukseset e tij dhe Moza sukseset e saj, dhe në momentin që hyn ishin disi pak të harruar në thonjza nga publiku. E dyta, batuta, të dy janë shquar për batutat e tyre dhe për humorin e tyre. Shumë e vërtet kjo. E treta, i kanë sjellë rroba bizneset e tyre. Kanë qenë rroba, si Luizi si Moza nuk ka pasur. Por në ndryshim nga Luizi, Moza është zemërgjër dhe i ndan dhe me banorët e tjerë. Po, dhe me që rafjalet e banorët e tjerë, të gjithë banorët e rinj që hyn duket se po bëjnë aleanca me to, siç bënin banorët me Luizin, dhe tani dhe Iliri që ka hyrë nuk është se po i bie Mozës. Po sillen rreth Mozës. Duan të kenë grupin e tyre. Dhe ngjashmëria e fundit është që personazhet të njohur i kanë dalë krah të dyve kur kanë qenë në reality show. Mozës i kanë dalë në krah Tajna, Dafina e shumë të tjerë dhe Luizit atëherë Noizi e shumë artistë të tjerë, Fifi e të tjerë. Pra artistët me sa duket kapin suksesin, kapin momentin që të bëjnë çik viral. Kjo është gjë e mirë se nga reality show e parë provojnë super meme. Normalisht jetojmë në botën e memeve të TikTok-ut dhe të gjitha memet do të thotë sukses, viralitet. A do bëj Moza këngë mbas Fermës themu, se ka bërë këngë më përpara. Moza nuk dere martuar siç doli Luizi. Shiko, nuk e di, Moza domethënë është fenomeni i viteve të fundit, sepse që pas Big Brother VIP 2-shit nuk ka pasur më fenomene si personazhe. Ishte edhe gjesti deri diku.
po jo në këto nivele. Moza është karakter, është vetvetja e saj. Sado që mund ta luaj pak edhe mund të shtiret pak si nuk e kupton, unë prapë mendoj që është vetvetja. Luizit i duhet të bënte një lojë të ashpër, gjesti ndërkohë duhet të ai të provokon shumë, është moza është vetja. Dhe kjo më pëlqen. Po për Iliri mendoni që do dali mirë nga kredicioni apo do dali i humbur? Është i fjetur e para e punës, e dyta e punës është futur duke parë dhe ndjekur se sa viral është bërë moza dhe duke i ndetur shumë afër asaj, por duke ndetur shumë afër një personazhi të suksesshëm, futesh në hijen e tij. Me Akilin pati debat ama. Me Akilin kush nuk ka patur debat? Akili po bëhet si antipatiku i sezonit. Po, me thënë normalisht duhet një protagonist, duhet një antagonist, edhe Iliri do të jetë ai përsëri ai protagonist i mirë, ndërkohë Akili është ai që provokon. Pra me sa duket mund të krijohen këto shkëndijat e para dhe xixhat mes. Ishte për të qeshur madje sepse kanë filluar të diskutimet e Ferma VIP për higjienën. Do me thënë, higjiena në çdo reality show viti 2026 që ka viti në qafë pa që vete 2026 ka qeka viti gjenës. Po dhe Brikenës, po dhe të Bigu Kosovës, do me thënë njerës, është viti 2026, nuk mund të ketë diskutimet të tilla më. Ju sugjeroj një sapun dhe pakuj dhe bën magji. Dhe bëjni si misi! Nëse ta lëm Fermën dhe të diskutojmë pak dhe Bigun, që mos e lëm pas dore se ngel hatri. E morët vesh kemi dasëm i gra. Do ta tundim. Brikena dhe Mateo i ka bërë një propozim Brikenës, ajo duket e ka pranuar dhe unë them që ndoshta e kanë për lojë. Absolutisht që po. Ndoshta thua? 100%. Si të shkojmë në finale, hajde fusim na i dasëm, po ja pastaj. A bukur ishte që ishte ideja Selini tha, po të bëjnë dasëm këta të dy tha, shkojnë të dy në finale. Automatikisht. A do let me hold my waiting list. A do vjen të dy finale? Jo, pyetja ime është nga kjo 4 të cilët do shkojnë në finale, kush do mbesi jashtë? Sepse okay, Selina iku, tani mbetet mes Rogertit, Mirit, Mateos dhe Brikenës. Miri hiqet dhe Miri është mbetet mes Rogertit dhe Çiftit, kështu që kush do vjen? Edhe për mua dhe Mateo është Mund mendoj që Brikena mund të mbes jashtë finales. Jo, duke qenë nuk e di pse ka këtë frikë. Unë mendoj Mateon, sepse sepse Brikena normalisht doli kokë më kokë me Stelinë dhe prapë sa do këto që dalin kokë më kokë gjithmonë janë të predispozuara për të shkuar në finale. E vërtet. Po mendoj te Mateoa. Te Mateoa la. Shiko, me që përmendë finalistin e parë, unë bëra një kërkim për të hulumtuar se sa shanse kanë që kush shpallet finalisti i parë të jetë fitues. Dhe ishim 50 me 50, se kemi Luizin dhe Ilir Shaqirin, që të dy janë shpallë finalisti i parë dhe fituan. Kemi rastin e edicionit të tretë ku u shpallë Romeo, finalisti i parë, por fitoi Egla, dhe te katra u shpallë Rozana, por fitoi Gjesi. Pra është me dy thika, nuk do të thotë një i pari dhe do e fitojë. Nuk bëhet me kalkulime kjo gjë. Se ekziston dhe kjo teoria që kush hyn i pari në shtëpi gjithmonë e fiton. Ja, Luizi hyri i fundit dhe prapë. Ja, nuk ka të thotë shumë kjo, okay, mbase personazhi i parë gjithmonë është një personazh i spikatur, por jo gjithmonë është më i suksesshëm, të themi. Gjithsesi, ne këtu do jemi të mërkurën që vjen në orën 6 përsëri dhe ditën e premte me show kryesor në orën 8. Po duhet ju rikujtoj edhe një herë që ju duhet na bëni subscribe në kanalin ton të YouTube-it në Andali, gjithashtu na bëni follow në të gjitha rrjetet tona sociale. Kudo. Tani, gati për dasëm, ti keni të vishën. Gati, hajde. Tanin më motor e kam me bish. So, hajde. Andale.